Ky është lajmi i mirë. Qeveria Rama shpërndan shpërblime për fundin e vitit. Ja kush do të përfitojë. Qeveria e Edi Ramës ka miratuar disa ndryshime që kanë të bëjnë me bonusin e veçantë për personat me aftësi të kufizuara dhe kujdestarët e tyre. Kryeministri Edi Rama këtë të hënë përmes një postimi në Facebook ka ndarë një video të ministrit Petrit Malaj, i cili bën më dije se bonusi arrin vlerën 150 euro dhe do ta përfitojnë 148.500 persona. Ministri shtoi se të ardhurat që nuk janë përdorur nga ministrit dhe institucionet do të kalojnë në fondin për pensionet me një shumë prej 150 milion euro. Mbështetje financiare për familjet me ndihmë ekonomike me 150.000 lekë të vjetra. Janë 148.000 përfitues me fondin 2.2 miliard lekë si për shpërblimin e familjeve në nevojë dhe për personat me aftësi ndryshe. Fermerët do të përfitojnë 2 miliard lekë shtesë përmes skemave të mbështetjes, 1.2 miliard lekë shtesë për pushtetin vendor për të shlyer borxhet e pushtetit vendor. Kjo vlerë është e barabartë me 40% të detyrimeve të pushtetit vendor, citoi Malaj.